Kur kanë kaluar më shumë se 3 vite nga zhdukja e bujshme e bosit të lojrave të fatit Ervis Martinaj, babai i tij Mustafa Martinaj i është drejtuar zyrtarisht gjykatës së jurisdiksionit të përgjithshëm në Lezhë, duke kërkuar shpalljen e të birit si person të zhdukur. Në kërkesën e paraqitur thuhet se shtetasi Mustafa Martinaj kërkon pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë shpalljen e të zhdukur të shtetasit Ervis Martinaj, i datëlindjes së 6/10/1982, lindur në Burrel dhe banues në Fushkuqe, Patok, Kurbin. Çështja është regjistruar dhe pritet të shqyrtohet në ditët në vijim, pasi sipas Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë, një person mund të shpallet i zhdukur me vendim gjykate, nëse mungon nga vendbanimi i tij dhe nuk ka pasur asnjë lajm për të për më shumë se 2 vite. Nëse pranohet kërkesa, vendimi i gjykatës publikohet në fletorën zyrtare dhe do t'i dërgohet për regjistrim zyrës përkatëse të gjendjes civile. Ervis Martinaj, një emër i njohur i botës së krimit në Shqipëri, ishte në kërkim me urdhër të SPAK në momentin kur humbi kontaktet me familjarët në gusht të vitit 2022. Pavarësisht hetimeve të kryera nga prokuroria, fati i tij vijon të mbetet mister.